Raporti i progresit për vitin 2025 i ka kushtuar vëmendje edhe situatës së mediave dhe gazetarëve në Kosovë, duke vënë në pa edhe gjuhën e kryeministrit Albin Kurti. Po ashtu, raporti tregon se për 12 muaj nga 1 shtator i vitit 2024 deri me 1 shtator 2025 në Kosovë janë raportuar 70 raste të sulmeve fizike dhe verbale ose kërcënimeve ndaj gazetarëve. Po ashtu, në këtë raport specifikohet edhe sfida e gazetarëve për të pasur çësje në dokumente publike dhe pengesave që u vihen përpara. Në raport përmendet edhe koha e fushatës zgjedhore, ku mes tjerash thuhet se zyrtarë të lartë, përfshirë edhe kryeministrin Albin Kurti, përdorën gjuhë fyese ndaj mediave. Tutje, raporti thekson se mediat në gjuhën serbe përballen me sfida për çësje në informacion në gjuhën serbe për shkak të moszbatimit siç duhet të ligjit për gjuhën. Sektori i medias vazhdon të huaj nga mungesa e transparencës rreth pronësisë dhe financimit të medias, kështu thuhet në raportin e progresit. I kombinuar me mungesën e qëndrueshmërisë financiare, kjo e bën sektorin ose të varur nga donatorët e huaj, ose të prekshëm ndaj ndikimit politik dhe presionit financiar, theksohet tutje në raport. Në vlerësimin e tyre, mediat e pavarura, veçanërisht janë jo shumicë, ende nuk kanë fonde të mjaftueshme për shkak të tërheqjes së disa fondeve të donatorëve. Ky raport nuk ka kaluar pa përmendur edhe telashet në Komisionin e Pavarur të Mediave për ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave që u anuluan nga Gjykata Kushtetuese pasi dispozitat mbi emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të KPM-s u konsideruan si jo kushtetuese, duke kërcënuar kështu pavarësinë e KPM-s. Sipas këtij raporti, është thelbësore që ligji të parafrohet plotësisht me standardet e BE-s dhe ato ndërkombëtare, dhe se amandamenti rregullore së punës së KPM-s vendosi kushte për zëvendësimin e kryetarit para përfundimit të mandatit të kryetarit të mëparshëm. Në raport thuhet se mbetet shqetësuese me faktin që KPM ka humbur quorumin dhe humbi po ashtu aftësinë për të marrë vendime, madje edhe gjatë fushatës zgjedhore. Bordi i ankesave të KPM-s mbetet pa quorum që nga nëntori i vitit 2023. Kjo situatë kërkon që kuvendi i sapo krijuar ta adresojë çështjen, thuhet në raport. Sipas vlerësimit të raportit të progresit, ligji për shpifjen civile i miratuar në vitin 2008 ende duhet të përputhet me praktikën gjyqësore të Gjykatës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njerëzit në lidhje me standardet e ligjit për shpifjen civile.